Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka lëshuar një njoftim paralajmërues duke informuar se grupe të lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe element opozitës iraniane që ndodhen në Shqipëri. Sipas ambasadës, këto grupe mund të synojnë gjithashtu vende publike dhe të zakonshme, përfshi qendra turistike, tregtare, hotele, klube dhe restorante. Qytetarët amerikanë që ndodhen në Shqipëri inkurajohen të ushtrojnë vigjilencë të shtuar dhe të marrin masa paraprake për sigurinë e tyre personale. Ambasada thekson rëndësinë e raportimit të çdo aktiviteti të dyshimt pranë autoriteteve lokale dhe kontakteve të saj diplomatike. Por një ditë pas këtij alarmi për kërcënime të mundshme, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri ka ndërmarrë hapa konkret për rritjen e sigurisë në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Përfaqësues të saj kanë qenë të pranishëm në aeroport, ku janë instaluar pajisje kontrolli të prodhuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një njoftim zyrtar, ambasada thekson se bashkëpunimi me ofrues të besueshëm të teknologjisë amerikane ndihmon në përmirësimin e standardeve të sigurisë për kompanitë shqiptare, si dhe forcimin e kontrollit kufitar. Kjo lëvizje vjen pas paralajmërimit të bërë një ditë më parë, ku ambasada amerikane u bëri thirrje qytetarëve të saj për vigjilencë të shtuar. Sipas njoftimit, ekziston mundësia që grupe të lidhura me Iranin të synojnë objekte që lidhen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose me opozitën iraniane në Shqipëri, ndërkaq që reagoi edhe presidenti i vendit Bajram Begaj, i cili thekson se është në kontakt me institucionet e Këshillit të Sigurimit Kombëtar dhe çdo ditë informohet për çdo situatë dhe skenar. Sipas reagimit, institucionet janë vigjilente dhe në ndjekje të plotë të situatës. Presidenca shton se mekanizmat ekzekutiv të sigurisë janë aktiv dhe funksional.